Mirësevë të dashur shigjetare në Letra të Rrëfenj, jam Diana dhe do bëjmë leximin e juaj të radhës. Leximi është ndarë në 3 pjesë, në punë, rendi parë, ekonomi, karrierë, çfarë do ka të bëjë me këto gjëra. Rendi i dytë është dashuri dhe rendi i tretë është rezultati i gjithë këtyre gjërave apo të fokusuar në të ardhmen. Shigjetar, nëse do ta përmbledhja këtë lexim me një fjalë, do të ishte po mbaron një kapitull dhe po fillon një tjetër. Dhe jo një kapitull zakonshëm. Një kapitull që mund të ndryshojë drejtimin e muajve që po vijnë. Kjo është një nga ato javë ku universi ju vendos përballë mundësive të reja, por njëkohësisht ju kërkon të mbyllni sapet me të kaluarën. Sepse shigjetar nuk mund të mbani njërin dorë të dera që po mbyllet dhe tjetrën të dera që po hapet. Letrat tregojnë se kjo javë po ju shtyn pikërisht në atë drejtim. Jeta, puna dhe karriera është asi i monedhës. Ja fillon me një nga letrat më të mira në jetën materiale. Kjo është letër mundësie, mundësi pune, mundësi fitimi, mundësi investimi, mundësi fillimi. Duket sikur universi po ju vendos para një dere të re, por kujdes, asi nuk është rezultati, është mundësia. Rezultati varet nga ajo që bëni ju. Asi i pupës që kemi dhe as këtu të dashur, dhe minjëherë pas del kjo letër kaq e bukur, sepse nuk kemi vetëm rritje materiale, kemi dhe rritje emocionale. Mund të ndiheni më optimist, më të frymëzuar, më të motivuar. Për disa mund të jetë edhe një person ose situatë që ju rikthen buzëqeshjen. Kjo është energjia e fillimeve të bukura dhe drejtësia të dashur shigjetari. Këtë universi ju kujton një gjë. Çfarë keni mbjell, po afrohet koha ta korni. Nëse keni punuar fort, rezultatet afrohen. Nëse keni qenë korrekt, shpërblimi afrohet. Kjo është një letër shumë karmike. Ajo sjell ekuilibër dhe për shumicën e shigjetarëve duket si ekuilibër pozitiv. Dashuria për ju të dashur shigjetar, për ata që janë në lidhje del 5 të shpatës. Kjo tregon se mund të ketë tension ose debate. Por këtu ka një mësim të rëndësishëm. Jo çdo debat duhet fituar. Sepse ndonjëherë fiton debatin dhe humbet qetësinë. Kjo javë ju kërkon të zgjidhni me kujdes betejat tuaja. Disa gjëra nuk ja vlen. Absolutisht. Nuk ja vlen. Nuk ja vlen bara qiran. Edhe nëse e keni të drejtë ndonjëherë dhe mund të heshtim apo jo. Sepse nuk ja vlen që të fitosh në debat dhe të humbasësh qetësinë. Për gjithë ata beqar është gjykimi i fundit letra që ka dalë, dhe kjo është letër zgjimi, e kuptimeve të reja, e realizimeve. Duket sikur po shikoni veten dhe kërkoj ndjesë dhe po përgatitet diçka e re pra. Duket sikur pra që thash po e shikoni veten dhe të kaluar në ndryshe. Sepse para se të hyj personi i duhur, shpesh njeriu kupton çfarë nuk dëshiron më. Dhe pikërisht aty dukeni ju tani. 6 të kupës, për ata që presin ribashkim del 6 të kupës. Kjo është një nga letrat klasike të rikthimeve, të kaluarës, kujtimeve, mallënximit. Potencial për komunikim ose afrim ekziston. Por kjo letër ju paralajmëron të mos bini në dashuri me kujtime, apo kujtimin e dikujt. Shikoni realitetin, jo vetëm nostalgji. Të dashur shigjetar, e ardhmja apo rezultati i gjithë kësaj është karroca, tregon lëvizje, fitore, përparim, arritje. Pas gjithë këtyre zhvillimeve duket sikur gjërat po fillojnë të ecin më shpejt. Ajo që ka qenë e bllokuar fillon të lëviz, ajo që ka qenë e paqartë fillon të qartësohet. Dhe letra 0 që tregon për fillime të reja, rrugë e re, eksperiencë e re, rrezik i llogaritur, ta quaj ashtu. Kjo letër kërkon të besoni më shumë te vetja. Sepse duket sikur një mundësi e re po afrohet, por kërkon guxim,
Dhe, sinqerisht, nëse dikush di të hidhet drejt aventurës, jeni po ju të dashur shqiptar. 4 të shpatës si fund sjell edhe një këshill. Pushoni, mos e teproni. Mos mendoni se duhet bëni gjithçka me njëherë. Kjo letër ju kujton se edhe luftëtarët kanë nevojë për rikuperim, sepse energjia që po vjen është e madhe dhe duhet ta prisni me bateri të mbushura. Ta them ashtu. Shqiptar, kjo javë është javë fillimesh. 2 asat në fillim leximit janë shenjë shumë e fortë që po hapen mundësi të reja si në jetën praktike ashtu edhe në atë emocionale. Drejtësia vendos ekuilibrin. Në dashuri ka nevojë për maturi, por edhe potencial për sqarime dhe rikthime. Ndërsa fundi i leximit është jashtëzakonisht pozitiv. Karroca ju çon përpara. Letra 0 hap një rrugë krejt të re dhe 4 shpatat ju kujton të mos harroni veten gjatë rrugës. Kjo javë nuk ju kërkon të qëndroni aty ku jeni. Ju kërkon të besoni se diçka më e mirë po ju pret dhe të keni guximin të ecni drejt saj, të dashur shqiptar.